bjen grupë tonë e vetë. Po besën ti si teori konspirative që tash më po fliten për rëndin e ri botëror se ti konspiracionist politik? Po, tash rëndi i ri botëror gjithmonë ka qenë luftë për të kriju, unë lexoj librat konspiracionit e këto teorit i dëgjoj, shikoj filma, kam po... A ju besën? Po dhe janë për të besu. Janë për të besu... Për shembull që ne keme marrë një vaksinë inteligjente kundër koronavirusit, një mikroçip e kështu. Dëgjoj, nuk du t'ju përzihem njerëzve në një rrafsh cilën unë nuk e zotroj shumë, thash tjetër është me lexu e me dëgju e me shiku, po përnisem prej asaj, domethënë prej teorisë të konspiracionit politik, ndërkombëtar që ndërlidhet në mënyrë absolute edhe me këtë konspiracionin e randit të ri shoqërore, zvoglimit të popullsisë e tjera, por e dim që perëndimi e ka rrëzu Reza Pahlavin në Iran, mbretin ma modern, dhe dim që Irani është djepi ka qenë djepi i kulturës dhe i civilizimit e i shkencës botërore. Do me thonë në matematicentët më të mëdhaj, fizikantët më të mëdhaj, alfabeti, të gjitha janë shpikje e lindjes, edhe konkretisht e Iranit. Çka bën një perëndime për ta rrëzu një mbret shumë modern, i cili do të krijonte një shtet modern të Iranit. Këta rrëzun dhe futën një njeri shumë të çuditshëm, shumë urrejtës për njerëzimin, për çdo njeri normal, e futën Ayatollah Khomeinin. E çun prej Parisit, ishte azilant në Paris, dhe e dërguan atje për të rrëzu mbretin e Iranit. Kalojmë në pjesën e dytë, si vazhdimësi e teorive të konspiracionit. Fuqitë e mëdha botërore të perëndimit i thanë Saddam Husseinit mshoja pak Kuvajtit. Dhe kur kuvajtjanët shkuan me paret e tyne, do me thonë komplet në Amerikë, Amerikanët ju thanë se na ja vjekum qafe Saddamin, edhe i mshun Saddamit, bam, 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 e kthyn mbrapa, e shlirun gjoja Kuvajtin, dhe pastaj i thanë Saddamit futja Khomeinit. Edhe u bon lufta 10 vjeçare Iran-Irak, 10 vjet luft, 10 vjet me humbje, me vrasje 2 milion njerëzve, e me milionat të tjerë refugjat. Pastaj i erdhi radha, do me thonë mja fut këta Saddam Husseinit, edhe zhduken. Afganistani, 85% të spitaleve botërore, perëndimore, furnizohen me opium nga fushat e pasura me drogë të Afganistanit. Që këto pak kush e goti kërkush nuk e din. Dhe u fotën këta në Afganistan atje, bam, 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 gjithmonë dy fuqi, gjithmonë duke luftu për kontrol dy fuqi, Rusia janë në non, dhe Amerika në anën tjetër. Rusin duke mbështet në formë të heshtur Kina, në formë të heshtur, sepse kinezët janë tregu shumë pragmatik në mbështetje ekonomike. Ata i shikojnë interesat e veta ekonomike. Dhe pastaj, do me thonë, u bon lufta atje. Vim të Bashar al-Assadi, që po ashtu është një njeri shumë modern, tash hyni lufta në Sirin mes dy superfuqive, atje janë duke u bon luft mes Rusisë dhe Amerikës. Dhe për me kuptu këto teori reale e konspirative, politikanë tonë haber nuk kanë, sepse po të kishin haber, do të silleshin më ndryshe në raport me ndërkombëtar. Tani mos harroni diçka që u kriju ka teori të ndryshme se kush e krijoi ISIS-in. Do me thonë, shefi kryesor i ISIS-it, kam po dokumentar, kam lexu artikuj, është një Izraelit. Do me thonë, ka qenë një Izraelit. U bon lufta ISIS-it, u bon një shtet islamik atje ISIS-it,
edhe u futën këta alatët perëndimor zboshku me kurdët. I morën kurdët të cilët ishin kundër Turqisë, ndërkohë që Turqia ishte anëtare e NATO-s, ndërkohë që Turqia është superfuqi e NATO-s për kemësori, do më thonë ushtrinë toksore. Momentin që i krynë ta i realizun planet e veta atje me Bashar al-Assadin në Siri, ja u këthyn shpinën kurdve. Dhe i thanë Erdoganit, futja u pak, edhe ja u mshoja e atje, bam, 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 do thot, ta dini që 20 milion kurd nuk kanë atë 10 vetin. Këtu është arsyeja pse unë mbështes Amerikën në raport me Kosovën. Jo që mu më hynë punë dishka Amerika, mu personalisht. Kur, hiç mënyrë absolute. Unë mu i qëtash, qëka dush me thomë për Grenellin, për Trumpin, mu i me thomë ma hajvan, president nuk ka, hiç pes pare nuk jap. Por, nuk mundem unë me fyr një shtet Amerikan ose një superfuqi botërore, kur është garantuesi kryesor i ekzistencës të fëmijëve të mi. Prandaj 2 milion banor, që s'jemi as 2 milion banor, që s'jemi fare 2 milion, por duke konsideru Amerika kombin shqiptar si kombi ma pro-amerikan, dhe duke ditë që grekt janë dhe italiant, e mos të flasim për të tjertë, janë anti-amerikant më të mëdhaj. Anti-amerikant më të mëdhaj, ondra e vjetër e amerikanëve ka qenë që në gadishullin balkanik me e kriju një shtet shqiptar i cili do të krahasohej me Izraelin në vendet arabe. Do më thonë, këta dojnë me bo një mini Izrael, këtu me baza ushtarake, është pa dyshim shumë e çuditshme për njerëzit që nuk i njohin të teori, me bo pyetjen si ka mundësi një Shqipëri recke me u bo antar i NATO-s. Por e futën Amerikanët. Sot Shqipëri në ke antar të NATO-s. E futën Malin e Zi. E futën Macedonin. Jemi gjallë, mos fuli për Kroacin që është këto. Jemi gjallë që do të futet edhe Serbia në NATO. Do me thonë, se